O jo, duket se Margo është vërtet e mërzitur për diçka. Na duhen urgjentisht përforcime. Hey Wednesday, nuk është koha për kërcim. Duhet të shpëtoj Margon. Shko përpara, s'kemi asnjë sekond për të humbur. Wow, duket se edhe Motra është këtu. Motra e di më mirë se kushdo se çfarë i duhet Margos. Shpejto. Dhe ja ku është gjyshja. Ajo po që e di saktësisht se si ta knaq mbesën e saj. Oh, po, të gjithë heronjt janë këtu. Çfarë ndodhi? A është e uritur Margoja? S'ka rëndësi. Sfida jonë e re po fillon. Duket se gjyshja dhe Motra po kalojnë mirë. E po, mjaft me shpërqendrime. Është koha të zbulojmë se çfarë do të gatuajmë. Një burger? Wow! E po, a jeni gati për një sfidë të re? Le të fillojmë. Kështu që gjyshja e fillon me kuleqet e burgerit. Po, kuleqet e pjekur janë shumë më të mirë. Tani na duhet mish i grirë. Gjyshja merr qoftet e mishit të grirë, i vendos në një tigan, i shtyp me një shpatull kështu. Qoftja është gati. Tani një fet djathtë të shishëm dhe sigurisht çfarë burger do të ishte pa domate. Ka një qep dhe një kuluq sipër. Wow, gjyshja e përballoi detyrën aq shpejt. Punë e shkëlqyer gjyshe. Tani është radha e Motrës. Duket se kuleqet e zakonshëm nuk do të bëjnë punë. Çfarë? Një petull? Sa e shishme. Motra e pret petullën në 2 gjysma. Tani çokolatat. Sa e ëmbël që është. Por Motra ka diçka tjetër. Është xhel i thartë. Është shumë i shishëm, por shumë i thartë. Tani le të shtoj marshmallow, pak marmelatë dhe shurup manaferre. Pse jo? Tani e mbulojmë burgerin ton të mrekullueshëm. Çfarë bukurie! Duket se gjyshja e vlerësoi punën e mbesë saj, por Wednesday nuk është aq e lehtë ta surprizosh. Kështu që ne fillojmë si zakonisht me kuleçt, sigurisht ata të zinjt, duke skuqur një qoftë kështu. Çfarë po bën Wednesday me një copë djathtë? Wow, sa bukur duket ky djathtë tani, një copë kastravec. Wow, ky burger duket se ka një gojë me gjuhë, por diçka mungon. Është mirë që pranë Wednesdayt ka gjithmonë një dorë që do të ndihmojë me çdo problem. Sy marmelate. Duket se kjo është ajo që i duhet Wednesdayt. Hey, kujdes gjyshe, dora është plotësisht e padëmshme. Tani, le t'i shtojmë sy burgerit. Wow, thjesht shikoni këtë përbindsh. Ai është aq i frikshëm, por ende aq i shishëm. Por, cili burger do t'jetë më i shishmi? Tani do t'a zbulojmë. Margo, radha jote. Oh, sa e uritur që jam! Ky burger duket i pazakont. Le ta provojmë. I shishëm, më pëlqen. Pra, çfarë kemi tjetër? Le të marrim kafshatën e parë. Iu, a është ajo qep? Çfarë muje? Burgeri nuk është ai që të duhet. Pra, çfarë kemi këtu? Këto janë ëmbëlsirat e mia të preferuara. Të hash marmelat me një petull është sipas shijes sime. E po, është koha të zgjedhim fituesin, dhe ai është ky burger. Po, ky është fituesi ynë. Wow, urime për Wednesdayn. A më duket mua apo ajo po buzëqesh? Wednesday po buzëqesh. Wow. Ups, duket se dikush ishte i turpshëm. Duket se Motra dhe Dora kanë gjetur një gjuhë të përbashkët. Oh, është koha që Dora të shkojë në shtëpi. Dhe është koha që heronjt tanë të gatuajnë një pjatë të re. Çokoladë nxehtë. Kush nuk e pëlqen këtë pije të shijshme? Shpresoj që të gjithë të jenë gati. Le të fillojmë. Gjyshja fillon përsëri të gatuaj. Ajo hedh qumësht në një tenxhere. Tani pluhur kakao. Mos harroni ta trazoni. Oh po, një tablet çokolate do ta bëj shijen even më intensive. Sa e ëmbël që është. Gjyshja hedh çokoladë të nxehtë në filxhanin e saj karakteristik. Punë e shkëlqyer gjyshe. Tani është radha e Motrës. Hey, kujdes! Nuk mund ta hash të gjithë çokoladën kështu. Po, gjyshja ka të drejtë. Sheqeri duhet të shtohet mjaft pak, kështu. Oh, çfarë ka ndërmend të bëj?
Po, thjesht shikoni këta adhurues të ëmbëlsirave. Gjyshja nuk e miraton këtë sasi sheqeri. Mirë, është koha të shtojmë qumështin. Kujdes. Ups. Po, motra qartësisht duhet të jetë më e vëmendshme. Kështu që mund të shtoni të gjithë përbërësit. Tani pak ngjyrues. Wow, shikoni këtë bukuri. Ky krem është aq i ndritshëm. Tani pak thërime dekorative. Kjo është servimi. Motra bëri çmos. Por kjo nuk është e gjitha. Prekja përfundimtare është kremi i rahur dhe disa marshmallow. Shikoni ëmbëlsinë. Po, motra bëri çmos. E përsosur. E po, është radha jote Wednesday. Këtu duhet një filxhan i përshtatshëm. Dora, nuk mund të bëjmë pa ndihmën tënde këtu. Çfarë të merri? Gjyshe, më mirë kujdesu për nervat e tua. Wednesday hedh çokoladë dhe pak krem të rahur. Shurup manafere, shkëlqyeshëm, dhe disa marmelata Haribo. O po, shikoni këtë servim unik. Çokolata e nxehtë është gati. Pse? Është e çmendur. Kjo është e shijshme. Më pëlqen. Dhe duke vazhduar, kjo është çokoladë e nxehtë nga gjyshja. E shkëlqyer. Çfarë është kjo? Duket e çuditshme, por le ta provojmë. Jo keq. Dhe fituesi është... Po, Motor, ky round është për ty. E po, duket se heronjtë tanë janë gati për një sfidë të re. Çfarë i pret ata këtë herë? Wow, janë patate të skuqura. Ka shumë mënyra për të gatuar dhe shërbyer këtë pjatë. Tani do të zbulojmë se cilën mënyrë do të zgjedhin heronjtë tanë. Sigurisht, patatet duhet qërohen fillimisht. Çfarë po ndodh? Wow, motra ka zgjedhur një mënyrë shumë të pazakontë për qëruar patatet. Gjyshja nuk është e lumtur, por si mund të jetë ajo e zemëruar me mbesën e saj të dashur? Tani duhet të merrni patatet. Kjo është. Motra i pret patatet me një thik speciale. Shikoni këtë bukuri. Është koha për të shtuar pak ngjyrë. Wow, kjo është aq e ndritshme. Shtoni vaj. Dhe ne mund t'i vendosim patatet tona të ndritshme në tigan. Shkëlqyeshëm. Me vajin e nxehtë duhet jeni gjithmonë jashtëzakonisht të kujdesshëm. Hey, kujdes! Ne i përhapim bukur patatet tona me ngjyra në një pjatë. Motra mori patatet të skuqura kaq të ndritshme. Gjyshja preferon një version më klasik të pjatës, dhe ndonjëherë versioni klasik është më i miri, apo jo? O po, patatet të skuqura dhe ketchup. Kjo shije është e njohur për të gjithë që nga fëmijëria. Çfarë mund të jetë më e mirë? Punë e shkëlqyer, gjyshe. E po, me çfarë do të na surprizoj këtë herë Wednesday? Patatet e Wednesdayt janë gatuar tashmë. Duket si një servim i zakonshëm. Por prisni, çfarë është kjo? O jo, duket se Wednesday i kanë gatruar anët. Gjyshe, më mirë mbuloj syt, kjo nuk është një pamje për njerëzit me zemër të dobët. Pra, ku ishim? O po, patatet të skuqura. Wednesday i lyen patatet me të zezë. Wow, sa e bukur që është. Duket se edhe motra e vlerësoi pjatën e Wednesdayt. Shikoni reagimin e saj. E po, le të shohim se çfarë mendon Margoja. E po, çfarë kemi këtu? Mos është pak e djegur kjo patatja? Njo, s'ka shije të keqe? Dhe me ketchup? Thjesht super! Besoj se s'do të përmbahem dhe do të ha të gjithën deri në copën e fundit. E shishme. Të tjetra. E po, jo keq. Le ta shohim. Por do të shijoj edhe më mirë kështu. E po, lam të mirë patate. Do t'ju ha. Mendoj se e kam tepruar pak, por ka ende një pjatë të tretë. Çfarë pjatë e bukur?
Po, është shumë e shishme. Tashmë po e ndjej. Shumë e mirë, deri në copën e fundit. Ups. Oh. Mos u shqetësoni, jam mirë. E po njerëz, a jeni gati për sfidën tjetër? Atëherë le ta shohim. Pancakes! O, sa e shishme është! Shpresoj që heronjtë tanë të din ta gatuajnë këtë pjatë të mrekullueshme. Ka aq shumë mënyra. E po, le të fillojmë. Gjyshja si gjithmonë fillon e para gatimin. Me kujdes hedh brumin e pancake-it në tigan. Shkëlqyeshëm, e shihni koren, mund ta ktheni. Dhe ky pancake është thjesht i përsosur. Këtë do të thotë përvoja shumë vjeçare. Wednesday, çfarë keq që nuk shkon? O, duket se nuk bën dot pa ndihmën e një dore. Kravatë e zezë? Sigurisht. Kush dyshonte? Është Wednesday. Shikoni këtë ngjyrë. Hej, duket se u rrëmbje paksa. Rregull? Le të kthehemi te pancake-et tona. Wow, kjo është vërtet e bukur. Po, ushqimi i zi duket gjithmonë kaq me stil, po ngjyra juaj e preferuar, cila është? Lini opsionet tuaja në komente dhe ndoshta në videon tjetër do ta bëjmë atë. Ndërkohë, motra duket se ka diçka interesante në mendje. Wow, ky nuk është më një pancake, por një vepër e vërtet arti. Disi kjo ngjyrë nuk dëshiron të shtrydhet në asnjë mënyrë. What's the matter with you? Au, ishte një goditje e shpejt në sy. Shpresoj që gjithçka të jetë në rregull me motrën tonë. Po, gjithçka është në rregull. Në këtë rast, gjëja më e rëndësishme është të mos dorëzohesh pavarësisht të gjitha vështirësive. Apo jo? Po ja dalim. Wow, është një brirësh. Thjesht shikoni këtë bukuri. Po, në momente të tilla gjyshja është kaq krenare për mbesën e saj. Po, gjyshja? Duket se na pret një recetë e mirë e vjetër. Pancakes me gjalp dhe shurup panje. Nga kjo menjëherë fillojnë të shkojnë njargët. Mendoj se edhe pancake-et e Wednesday janë të mëdha. Po, duken të pazakonta. Wednesday shton shurupin e saj të preferuar të manaferave. Dhe... Wow, a janë ato merimanga? Qetësohu gjyshe, këto merimanga janë prej çokolate. E po Margo, është koha të provosh pjatat e pjesëmarrësve tan. Çfarë është kjo? Duket meruse. Le të provojmë pancake-in. Jo keq. Çfarë kemi tjetër? Wow, sa e shishme! Dhe shija është thjesht super. Dhe çfarë lloj bukurie është kjo? Një brirësh? Sa e ëmbël është dhe sa e shishme! Mirë, mendoj se kam vendosur për fituesin. Ja ku është. Urime motër, e meriton fitoren.